Përshëndetje kryetar, përshëndetje për të gjithë, mirë se keni ardhur në seancën e parë të rregullt për vitin 2025. Ju dëshiroj punë të mbarë për këtë vit. Uroj që të dalim me performancë sa më të mirë edhe këtë vit, siç kemi dalë edhe vitin e kaluar. Materialin besoj që e keni pranuar të gjithë. Në këtë seancë kemi 6 pika të rëndit të ditës dhe pikën eventuale siç e keni pranuar në ftesë. Ju lutem vetëm rreth rëndit të ditës nëse do dikush me diskutuar. Fjalën e ka Shfitim Hajredini. Përshëndetje të nderuar kryesuese, përshëndetje të nderuar kolegë, ekzekutiv, të nderuar dragaçi, ju përshëndes të gjithëve. Natyrisht dhe shtatë ndalidhen me një problem, një çështje cilën shumë herë na kemi diskutuar këtu. Por fatkeqësisht kjo nuk po merret parasysh prej ekzekutivit dhe tani edhe prej kryesuesës që kum prit që nuk do të bëjnë të rërim të tillë. Materiali elektronik neve na ka ardhur gjithëve besoj. Ne këtu na është premtuar nga ish drejtori i administratës, po besoj që është hala drejtor dhe vazhdon të jetë drejtor. Në është premtuar që materiali edhe fizik do të na vijë njëve çdo seancës prej ashtu një proces verbal. Po më vjen shumë keq që spaku mos prezantimi i tij juve ishte pas pak ta thënë ata ndërgjegje dhe mos t'ia qitni poshtë atij premtimin e tij dhe të kishte njëve materialin edhe në formë fizike jo vetëm në formë elektronike, për fat keq nuk po keni problem me këtë çështje. Tjetra, për të cilën dhe shtatë ndërlidhen tani njëherë, para se me fillu seancën, unë e di që kjo datë është data fundit dhe do të patjetër të mbahet seanca, për t'i marrë rrogat, no? Po, keni pas mundësi edhe ditët e mahershme na dërgoni edhe ta ma herët, dje kena pas zgjedhje, gjithë jena unë besoj, që tu prej nish lodër, kena ne deri vonë, kena pritë rezultatet, dihet çka ka ndodhur. Edhe sot unë jam i bindur vetë personalisht nuk jam as 50% i gatshëm të diskutoj, po të tjerët jam i bindur që kanë potencialin e njerëzit si unë, janë të shtatë. Prandaj kishte qenë mirë që seancë mos mbahet sot, por ju na keni provuar dhe natyrisht ne patjetër e kemi që ta mbajmë dhe ta vazhdojmë deri në fund. Edhe një pikë tjetër, po besoj që është ma mirë ta lënë ma mirë eventuale atë. Mos të marrë kohë ma shumë për këtë çështje, në eventuale kom drejtën ta diskutoj. Ju faleminderit. Faleminderit Shfitim, a do dikush tjetër më marr? Artan Loshaj. Përshëndetje të gjithë. Unë pajtohem përsisht me shefin e grupit në Shfitimit, jemi shumë të lodhët, po unë kam edhe një problem tjetër, kemi diskutuar me ju dhe me kryetarin, problemin e mediave lokale, qytetarët janë shqetësuar si edhe unë, që në seancën e fundit nuk është transmetuar pjesa e dytë e seancës, andaj kërkoj nga ju si kryesuese edhe si nga kryetari, që shtijat në pikë rëndit ditës të diskutohet, shohim a kemi kontrata, kush ka kontrata, pse nuk është bërë kjo çështje me qit qytetari me di se shumë qytetarë në ankuar nuk do na për shembull me parë radiosharin, do na me parë televizorin, edhe asambleistat, seanca mungon pjesa e dytë e seancës, mungon në rrjetet sociale. Unë kam qenë për pikë me shtisi pikë të rëndit ditës me diskutu se mundësinë e kam në eventuale, po ishte më mirë tjetë pikë rëndit ditës. Atëherë, faleminderit zotëri Loshaj, dikush tjetër a do me marrë fjala? Në qoftë se jo, atëherë Shfitimi kërkoj që kopjet fizike t'ju sjellën, edhe unë kisha lyp prej kryetarit që kopjet fizike t'ju dërgon të gjithë asamblistëve, siç edhe është premtuar, siç e tha dhe zotëri Hajredini.
kishte edhe një kërkesë nga zotëri Artan Loshaj për mediat që se kanë qitë pjesën e dytë të kuvendit. A donin pikën e duali mu diskutua, po me qitë si pikë transititës. Qitë atje dhe Okej. Atëherë... Në problem me qitë. Okej. Në me diskutu të me. Atëherë të ndëruar asamblejist, kërkesa e Artan Loshajt ishte kërkesa rreth mediave. Kush është pro që kjo pikë të futet në rënd të ditës, si pikë e veçantë? A ka kundër? A ka abstenim? Me 12 vota kundër, me 8 pro dhe 0 abstenim, nuk futet kjo në rënd të ditës. Atëherë fillojmë pikën e parë të renditës. Tash driton kemi filluar te pika parë. Po. Është në rregull, do të bëjmë votimi në rregull. A ka mundësi me marrë fjalë? Pse? A ka mundësi me marrë fjalë? Para se me fillosh, një gjysmë minutë nëse ka mundësi. Po, rreth renditës, Po, rreth votimit po. e kam fjalën. Rreth votimit, po e paj edhe vetë. Rreth votimit. A ka mundësi me marrë fjalën që ti po do të thonë? S'do të bëj. Nëse ka mundësi gjysmë minutë. Driton Ademi e ka fjallë. Faleminderit kryesuese. Unë e kam një çështje që Adami është mirë me nxjerr votat shumë mirë. Nuk është hera e parë që una që po bën vaki këtë kuvend që votat nuk jeton gjeni. Domethënë sa mi dini, sa mi dini që po ta përmendë jami, u kanë me krye të poshtë as nuk ka votuar as për as kundër as abstenim. Kjo nuk është hera e parë, është hera e disa që ju ini to manipuluar këtë proces. Është mirë më qonë kapë dhe me nxjerr votat. Ose mos e manipuloni procesin jo me 12, jo me 13, jo po kalot, jo s'po kalot. Faleminderit. Faleminderit drejton. Atëherë kush është pro rendit të ditës? Dëgjoj, shpejtim votimi unë krye. Si eron e kaluat që thatë unë krye dhe si tash u krye. Ju kisha lut veç mos me ngrit debate por me debate. Ate kush është pro rendit të ditës si që keni marrë në thirrje? Ju kisha lut duart ma natë. A ka kundër? A ka abstenim? Atëherë me 13 vota pro, 13 kundër, lejohet edhe vota jeme. Kështu që jem pro tirani ditës. 14 pro, 13 kundër, 0 abstenim, e miratojmë rendin e ditës. Fillojmë te pika e parë, miratimi i proces verbalit nga mbledhja e kaluar. Ato dikush me marrë fjalën? Në qovë se jo, e hedhim votim. Kush është pro miratimi i proces verbalit nga mbledhjet e kaluara? A ka kundër? A ka abstenit? Me 13 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, e miratoj pikën e partë të rendit ditës.
Atëherë fillojmë te pika 2, anullimi I vendimit për këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës Zeke Dragash, PVZ Viz 70604014 Viz 000 99 Viz 0 pronë të përbashkët të zotit Amir Ahmet Jamini, zotit Asat Ahmet Jamini, Rejan Omer Jamini dhe Nerkes Omer Jamini. Pronën me numër të parcelës për viz 70604014 00827 viz 2 Zeke Dragash. A do dikush me marrë fjallën rreth kësaj pikës? A do dikush me marrë fjallën? Në qoftë se jo, atëherë hedhim votim. Kush është pro këtij anullimi vendimit? A ka kundër? A ka abstenim? Me 13 vota pro, 13 kundër, prap shfrytëzoj votën e 14 pro kësaj anullimi. Atëherë fillojmë te pika e 3. Raporti financiar tetor-dhjetor 2024, tremujori 4 të vitit 2024. A do dikush me marrë fjallën? Shvetim Hajredini e ka fjallën. Atëherë, përshëndetje edhe njerë për gjithë. Edhe pse raportet gjithmonë e këmëtonë që bartit të atyre që kanë ndodhur gjatë këtyre mujve dhe diskutimet janë jo ta thënë të kota, por që janë që ndikojnë diçka do të thotë në të mirë të qytetarëve pasi që vetëm ka përfunduar. Dhe por ai që shqetësoj te ky raport financiar tetor-dhjetor I nderuar drejtor, nuk e di pse nuk figurojnë fare shpenzimet e investimeve dhe kapitale. Ndërsa te raporti vjetor financiar natyrisht e kanë rregull, ndërkohë te ky raport financiar tetor-dhjetor si kum pa do të thotë. Mos jam gabim apo Okej, ti ke mënu pos... Drejtor. Okej, këtë në rregull jam, po kuptoj plotësisht ty, po unë se di çka më shti. Unë e di raporti financiar do të më marrë të kompletuar dhe do të më di tetor-dhjetor çka ka ndodhur. Çka ke paguar dhe çfarë projekte janë përfunduar gjatë këtyre 3 muajve. So unë e di që në fund të raportin financiar të ke identifikuar të gjitha projektet, po ato I përkasin komplet vitit 2024. Ndërsa te kjo është 3 muaj I fundit të mëkasi. Dhe këtu nuk pashun në asgjë, domethënë çka ka ndodhur, sa s'dijmë, çka keni paguar dhe çfarë projekte janë përfunduar që to 3 muaj. Kjo është një mangësi e juaj, ndoshta e ke bën pa qëllim, e ke bën në cili, por kjo nuk është rregull. Është dashur domethënë të figurojnë këto. Atë vërtet diskutoj për raportin vjetor financiar apo ta lëm ku dalin pikë. Të pikë. Okej, faleminderit. Faleminderit shpejti. A do dikush tjetër me marrë fjallën? Në qoftë se jo, atëherë hedhim votim. Kush është pro kësaj pike? A ka kundër? A ka abstenim? Trimdhet vota pro, 13 kundër, edhe kësaj radhe votoj pro kësaj pike. Atëherë fillojmë te pika 4. Raporti vjetor financiar për vitin 2024. Kush do me marrë fjallën? Shvetim Hajredini e ka fjallën.
Atëherë edhe një herë përshëndetje për gjithë dhe në veçanti për gjithë qytetarët e Drakashit. Nuk po duhet tash me hyrë diskutoj absolutisht për shpenzimet që kanë ndodhur gjatë vitit, edhe kodet absolutisht nuk po duhet të diskutoj asgjë. Tek deshta dar direkt tek një çështje që më bëri përshtypje shumë. Tash ma herët aty nuk i ka identifikuar emrat e projekteve, i nderuar drejtor, emrat e projekteve dhe shpenzimet gjatë këtij viti 2024. Është po shpresoj shumë që ta cilën unë e kam identifikue tjetë një dëshim. Pasi që nuk është në rregull nëse e keni bërë qëllimisht një gjatë tillë. E para, shumë prej emrave të projekteve, besoj unë s'po muj as mi kuptua bile çka kanë pas të bëjnë këta emra. 5126 kodi PU.MU.B.R hys kup çka di çka kanë ndodhur tu, shatin xherxh ndoshta ata xherxhant e dijin. Çka kanë ndodhur, po unë absolutisht që to s'po muj mi kuptue, që çfarë punë është këtu. Tjetra, që kam ka po përshtypje, është që pothuajse 98% tonë projektet, buxheti i cili është planifikuar edhe është shpenzuar i tëri. Në gjitha projektet. Inshallah do Allahi që to që ku kanë kryer këto projekte në foj, i kanë merituar gjithë këto parë, do të si janë planifikuar ashtu dhe i keni shpenzuar, inshallah janë punimet, kështu si keni paguar. Dash Zoti ja ka vlerë, domethënë kjo shumë që është dhënë për ato kompani që i ka kryer këto punime. Por unë nuk besoj valla që gjitha kompani që i kryjnë punimet i kryjnë 100% sa do të marrin pagesën edhe 100%. Po, aty s'po muj edhe shumë me qenë i sakt, i sigurt, me thonë që nuk e kryjnë askush. I nderuar drejtor, kodi 54866. Ka të bëjë me fshatin Kuk, shpresoj ta ka sqaruar pa kresur. Ja tregova drejtorit. Këtu u shbona keni bona në lëshim që keni fut prapë këtu në listë të projekteve, edhe buxhetin e keni domethënë planifikuar normal, po edhe tek shpenzimet e keni bërë njëjtë. Gjë që nuk besoj që është mirë të bëjmë një gjë tillë, se ju e dini vetë, domethënë se nuk bëjmë një bartje e tillë, sidomos tek shpenzimi, pasi se shpenzim për këtë projekt nuk ka pasur, edhe nuk po duhet me një ma shumë detaje, por besoj që ti më japësh një sqarim, edhe jemi pastaj qartë. Tek te ila të tanake prapë i kundi, i shikova me pashe prapë, tatimi prapë nga kishrabe, diçka se në të pagu, prapë këtarë. Na kena ullë pak e di që kemi ma dhonë përgjigjen e njëtë, kemi thonë, po na kena votu vetë dhe për ato dhe janë tyrat e ma tulta, po s'peti janë që ky shkaki kryesor apo jo. Apo qytetarët diçka sion kana pagu. Si s'na pagu në fillim për jo. Edhe ju të ndërë. Faleminderit Shvetin, a do dikush me marrë fjallon? Edhe një herë, a do dikush me marrë fjallon rreth kësaj pike? Në qoftë se nuk janë të asamblisë të edhus të drejtorin e financave Zotrin Qamil Kollani. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje kryetar, përshëndetje kryesuese.
ju delegat gjithë pranishëm. Urime për një fushat suksesme, urime edhe për fitusit, që ka qenë një fushat e qetë. Të këtemi punës e përdiqme, edhe të përgjigjëm të shpetim. Për investimet kapitale nuk është i vetëm një projekt, ju e dini që për mujnë 11 edhe 12 me zi kemi arrit që t'i marrim në bashkëpunim me qeverin, të bëjmë një rishërqim edhe me Tesarin, edhe për paga dhe me ditje, për vetë faktin se përmbaruesin e ka marrë të gjitha mjetet dhe ato projektet e cilat kanë qenë mjetet e pazëtura dhe të lira, edhe ky projekt nuk ka qenë i kontraktuar, të gjitha ato mjetet jenë marrë për investime kapitale nga ky destinim dhe përpos këtyne e kjenë në raport. Përveç që jenë marrë nga investimet kapitale nuk është i vetë një projekt, po kjenë një varë projekte, po si shpenzimi tillë, që ka qenë një parapam, kër e bëjmë barazimin me investimet kapitale, na përputhën të gjitha mjetet të cilat ne ka marrë, për arsye se 95% e buxhetit i di shmirë që është i harxhuar në total. Tash, nga investimet kapitale kemi të marrë nga mallrat e shërbimit kemi të marrë, por deri kam rrinë në pikën, ju dini, ju kum referua dhe para kësaj ere, se na ka marrë edhe të shpenzimet komunale, që janë shpenzime fikse. Kam rrinë deri aty situata me përmbaruesin. Prandaj këto janë të tilla si janë, nuk kemi mund të eliminojmë, po kemi shkruar t'i dim prej kuna e marrë dhe ne e zotomi që në momentin kur viti, gjatë këtij viti, nëse bëjmë mjete, na do të mundohemi ta kryejmë atë projekt i cili nuk ka qenë i kontraktuar dhe nuk ka qenë i publikuar, nuk ka qenë i zotuar. Sa i përket të hyrave vetanake. Me vendimin e ri për tatimin e pronë, ju e dini se nga 15% të cilat kanë qenë të falura nga qeveria, por me arsye tiu vendimin që ka rrit në për zonat të ndryshme ka shku për objekte ndërtimore e ka ullë në 30.000 euro. Dhe automatikisht ullja për objekte në 30.000 euro ka reflektuar në ramjen e tatimin pronë. Gjithashtu i kemi dhe 2 vendimet të cilat kemi marrë si kuvend komunal, që në ratë parë kemi ullë zonën, në ratë dytë kemi ullë edhe përqindjen, dhe këto kanë reflektuar. Mirë, po në përgjithësi na kemi rritje për 30% të hyrave vetanake. Me gjithë këto ullje kemi të rritje. Jënë rritje esenciale nga objektet edhe në meqera, të cilat nuk ka qenë në përgjithësi, dhe kemi disa rritje tjera që ju i kini pa në aty, dhe unë mendoj se në përgjithësi si bilans përfundimtar jemi pozitivisht edhe me të hyrat vetanake. Faleminderit zotëri Qamil. Atëherë fjallën ja jap Shpiti Hajretinit për një replikë. I nderuar drejtor, ti fort mirë e din që unë i kuptoj këto gjona. Edhe tjetra, unë flas specifikisht për fshatin tem, di gjithmonë. Do më bashkëtarët nuk mujnë me di çka ka bënë Qamil Kolloni ose Shpetim Hajretini me qëtë projekt. Pse për e thëmë të? Se në momentin ti që shoh une që janë planifikuar 20.000, dhe ti ma qitë në kolonën tjetër, janë shpenzuar 20.000, por qëtë projekt, e një njëti projekt, unë dyshoj të më. A kuptoj? Këtu ishte pyetja, unë të dishta me sharu, çka ka ndodhur domosdoshmë me këtë projekt. I madhoj shajnë tonë, shpresoj të djene domosdoshmë janë shkurt, më shkurt në vit raportin tjetër financiar, do të më ndrysho me identifikuar me tregu çka ka ndodhur plotësisht me këto. Nëse nuk e bëni një gjë tjetër, atë shohim format tjetër. Edhe tjetra të tatimi pronë ta bëna domosdoshmë pa shkon shaka, se thashë në formë krahasimore vit në vit, se pa ta çelimin domosdoshmë por më them diçka tjetër. Faleminderit Shpetim. A do dikush rreth kësaj pikës? Në qoftë se jo, atëherë qesim votim. Kush është pro raporti vjetor financiar për vitin 2024? A ka kundër? A ka abstenit? Me 13 vota pro, 13 kundër, prap vjen mo me
E masari për mas. 14 ta. Atë miratohet edhe raporti jetor financiar për vitin 2024. Atëherë vazhdojmë te pika 5, raporti i punës së kuvendit për vitin 2024 dhe miratimi i planit të punës së kuvendit për 2025. A do dikush me marrë fjalën rreth kësaj pikës? Atëherë pasi nuk do askush me marrë, qesim votim. Kush është pro raportit të punës së kuvendit? A ka kundër? A ka abstenim? Me 23 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, e miratojmë edhe raportin e punës së kuvendit dhe miratimin e planit të punës për 2025. Atëherë të vazhdojmë të pika 6, raporti i punës së KKSB-s për vitin 2024 dhe miratimi i planit të punës për vitin 2025. A do të dikush me marrë fjalën? Në qoftë se jo, atëherë qesim në votim. Kush është pro kësaj raport? A ka kundër? A ka abstenim? Me 23 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, e miratoj edhe këtë pikë. Atëherë vazhdojmë të pika 7, pika eventuale. A do dikush me marrë fjalën? Arton Losha e ka fjalën. Përshëndetje për gjithë. Sot që fillim më pas se keni kap si keq kryesuse, seancën e fundit, votimin e Munirit e kemi votuar 5 herë. Dërsa sot nuk i ikot fjala drejtonit për sqarim, po nese, kaloj ajo, kom qef mos më përsërit. Që fillim e kërkova që jetë në pikë të rëndit ditës problemi mediane, po shetë qafë se i keni kap disa media, sidomos TV Opoja, Radio Shari 95%, 100% ata i ka transmitimin e fundit, ndërsa TV Opoja pjesën e dytë nuk e ka në rrjetet sociale. Ma e keqja është që ka qenë live, a dhe unë kërkoj nga kryetarit, keni transparent, a keni kontrata me këto radio televizore lokale, ti boni transparente, se gojnë këto të keni për transparent, ti boni transparente këto kontrata, edhe kërkoj nga ju që mos i detyroni, se me siguri do kush i ka detyruar këta për me fshi postimin, publikisht i bëthire të Evropojës, për hiç qytetarëve dhe delegatëve dhe transparencë të seancës, të kthehet pjesa e typ e seancës fundit, të kthehet në ritransmetim, ta shohim qytetarët, po du me këshyte Radio Shari, po du me pati Evropojën, bisedat e mia, fjalimet e mia, s'jam për tonë. Qytetarët janë kohën, kjo është e shëndijshme që i kapni komedia, po janë shumë keq, edhe është mirë herave tjera mos me ndodhë kjo. Edhe dyta po me tut me diskutuar me kryetarin se u bën e tepër, po rreth ndryshimin të fshatit në Renc. Po keshu ti atje, keshu shumë i fat janë ty. Po kryetari ka akuzuar se me 2 lagje me qëllim unë si kemi ndërprej projektin mos më shku. Ato 2 rrugë kanë qenë rrugë kryesore, njëra është për kafe ta kumton, tjetra është për të barrezat. Fjalimin e fundit, përgjithësinë e fundit që marrë nga te instancë, e këmë bërë në media, u konë shumë ullët, së është më rëndësi, unë përdo me të regu që ju konë në dasina, para 2 dite shka këj votave, në fshat në rëndës ka ndodhë shka këj votave, që ato dritat ku keni krye projektin, i keni dhejës, 1, 2, 3, 5 drita në lagje ku votohet, ndërsa në për lagje tjera keni lanë rëndësin në tërë, në të shërë të Opoja edhe Radio Shari. Kjo është e ullët, edhe ju këmë thonë, së është problem, po kanë nësi, edhe ju këmë thonë që kjo është e ullët, se qytetarët e fshatit Renc Ledekeni ka kuptue. Ju ka zonë djenë që kush manipulon
me ndryqimin, kush manipulon me tenderat, keni met me një grusht vota, nuk kalon në rëndës këto tyja, se vesh një lagje, po është për keni do votu, se keni qoja la 3 drita, qendë në qatit e rëndës, aty ku votojnë për vendosën në PDK, aty s'ka drita. Edhe përdo me ditë, pa u përprejti kush i rrec ato drita, a keni dëvonë në fshat që i prek ato drita. Po më vjen kesën bjesh kemi met me 30 vota, ati që përdo me të kushtyje parë, mos me ta së është e ullë. 2 ditë para zgjedhjeve i keni vonë, edhe i morët të shpaset vota. Në që se vazhdojnë dhe qëtu me 30 keni met, publikisht për ju thëmë, bare ja 70 më rejni në ndjesht, është e ullet kjo që pëndoni, mos më akuzoni mu. Qytetarët dhe të shatit e din kush është Artami, e din kush është Letekej, e din kush është kryetari, e din kush është drejtori, ja ka kalëzojnë vendin edhe du t'ja kalëzojnë vendin edhe në 8 orë. Të këmë thonë në fillim që drejtori që për të keshët ka për një mandat. Ju ka për një mandat, po shkoni kusmet. Sot një vjetë, jeni në pozit. Faleminderit zotëri Ljoshaj. A do dikush me marrë fjallë? Uron Halimi e ka fjallë. Faleminderit për fjallën zonja kryesuese, të nderuar kolegë delegat, media dhe gjithë pjesëmarrësit këtu që jeni në këtë vend. Po ndërlidhem po filloj me zgjedhjet që sapo i kryem na. Faleminderit për disa që ma urun që atje ka fundi fitoren e lëvizjes për vendosje. Gjatë proceseve zgjedhore mirë që kalum pa akcese dhe kalum një proces ko gjatë mirë të fushatës. Ajo që më duhet me theksu është që individ ose subjektet caktuara politike kanë bo ko gjatë presion në fushatën e kanë përdor shumë mekanizmat ndryshëm me një farë mënyre e kanë terrorizuar dhe votuesin. Mirë po, kur është në pyetje lëvizjave të vendosje, ju e keni pa që qytetari as nuk shitet, as nuk kërcënohet, as nuk shantazhohet, edhe pse keni shfrytzuar gjithçka që e keni pasur në dorë tunis edhe prej pozitave që ju ka dhënë populli. Megjithse dolet keq prej qeverisjes komunale dikur në vendin e parë me neve shkohet në vendin e tretë. Sidoqoftë edhe në zgjedhjet e 2021-s na jemi kënë fitues të zgjedhjeve dhe unë falenderoj publikisht qytetarët që na kanë besuar dhe na kanë marrë njëjtë edhe mas 4 vjetë fitues të zgjedhjeve përgjithshme. Pjesa tjetër që folëm edhe në Komitetin për Politika dhe Financa ishte puna e mediave, mos transparenca e seancave, mos publikimi i pjesës dytë seancës, edhe pse unë nuk jem konë në pjesën e dytë zonja kryesuese, s'ku mund me gjetë, dhe më thonë, kërkumt në media pjesën e dytë ose vazhdimin e seancës që jemi kthy ose jeni kthy mas pauzës. Po mendoj që edhe besoj që i keni terrorizuar edhe media me një farë mënyre i mundu me kap çdo cep kur ju thash atëherë në foltore, e kjo nuk është as pak demokratike e as pak nuk i ndihmon demokracisë. Unë kërkoj nga ju zonja kryesuese që për këto media të cilat e kanë fshitjesën e dytë seancës, duhet mi largu pi këtu i ketë edhe me hap një tender për një media sa ma transparent, ose paktën s'ka nevoj mi larguar, po jo mi paguar pi këti kuvende. Na i paguajmë, zonja kryesuese, për me bo publike seancën, për me qurë të qytetari punën e kuvendit, se na të raporti kuvendit votuam pro që ka punuar ky kuvendi, e qytetarët s'kan ku me pa çka kemi punuar na, përderisa po fshihen ato incizimet e seancave. Kisha lut që mos të keq përdorët paraja publike me pagu media edhe me kërcënu media, me fshi seanca, se kjo është hiq demokratike.
edhe kur në vitin 2025, vitin kur na mendojmë që ka shumë demokraci në vendin tonë. I bjen që jo neve si delegat, po e keni për obligim qytetarëve të kësaj komune që t'ju raportoni me nder edhe me transparencë. Faleminderit shumë. Faleminderit Doron. A do dikush me marrë fjallën? Driton Ademi. Faleminderit kryesuse. Unë do isha mendeliet fokus të disa projekte që parës edhe drejtori nuk i përmendi me zisë shpejtimi ja tha, po s'deshta me dalë mas drejtorit. Drejtor shumë mirë ti e di që i ke para pa kishe të pagume, do më thonë, i ke krye projektën, po foli veç për fshatin Mbresar, ku zati i pa përfundume ta mo. Ato që i ke përfundu ma shumë në për Rrugica, ose në për Oborë. E dyta, parki në qendër, e ki e pa përfundua, a parët ja u kërshue. E treta, me kryetarin e kom. Kryetar, soncën e kaluat edhe pse jam konë që tu në foltore më ke thonë, hec të qëjtë të oftalmologi, se s'po shike mirë, pas që konë mirë. Por moshat e borës të salla sportit. Së dhja, po m'jam palirje, mi thonë dikuj mi marë një parë syza, a mi marë unë ato syzat, a mi marë ti ato syzat. E që taj mirë kishe bo, prapë po të thonë mirë kishe bo që shku i kishe vu moshat. Se vete ke pa që më ke akuzu, më ke thonë, po du të me qu të oftalmologi se i ki e falat që ka me veç. Po kishe shku i kishe vu. Edhe shtëpia malore. Do më thonë që to projektet cilat ti ke pas, po foli veç për Mbresar, asë një projekt nuk ka përfundu dhe në fund. Unë po thonë publikisht që tu nga po thonë, në kovan. Në t'jane policia, hetuesia, kush dojë në t'jane në t'i kontrolloj nëse që to projekte janë kryve. Asë njën nuk është kryve mënyrë të regull. A parët, bugjeti, janë shuë si silës, canë në canë. Sa u konë planifikimi, thuja se gati canë janë shuë. Mu që kjo po më janë turp, që jam një Bresanës, që jam kryetari Bresanës, edhe qëto projekte nuk janë përfundua asë një mënyrë të regull. Që kjo, për mu, unë se ti kjo kovan, edhe këto gjykata, ajo të umbarë me këto projekte, ajo të umbarë me dikush kush ja u shumë këto parët. Ashtë mirë dikush më umbarë me këto projekte, dhe më thonë, edhe disa projekte që i pash atyna, sot, a i kini pru me qëllim, a i kini pru pa qëllim, emrat e fshatrave në fund nuk ja u keni shkrue. Kanalizim, kupzim, në fund fshati nuk ja u keni shkrue. Leqë s'na keni pru, dhe më thonë kopje fizike, leqë edhe po manipuloni në për imella, se s'ja u keni shkrue fshatat në fund. Që kjo është për turp një ardhë. Se më naj dali që më thush drejtor, turp ty me tarë, po për turp ju, kape këqyre imellit, si mos ta kje, unë t'i japë që kopje fizike i kam. Mundi shmi i pa. Qëto projekte, sidomos po foli për Bresar, nuk po di për fshatrat tjerë, veç për Bresar, asë një projekt nuk është i përfunduar. A parët, por si cili projekt, janë shkuar thoja se gati canë. Ne ta dinë qytetarët që këtu na, veç sa me thonë i qurë do bagera, do kupza, nuk bëhot kështu na, deri sa nuk kryet projekti. Po për qëto, dikush ka me marë përgjithësi. Nuk kam, sa t'jam unë shtuna, nuk kam e në ratë, ka me marë përgjithësi, sidomos për Bresar, po dhe fshatrat tjere, ku ka mundësi, do më thonë mi pa që ju nuk i keni kryer punimet deri në fund, atëherë s'ka dikush ka me marë përgjithësi. Faleminderit. Faleminderit drejton. A do dikush me marrë fjallën? Eşmedin Selivar. Ju faleminderit zonja kryesuese, të nderuar qytetar, zonja dhe zotërit, zotëri kryetar, më vjen mirë që ju shoh këtu. Sot nuk pata mund nevojë me diskutue, por tani juve ma keni dhënë hapësirë në webfaqe komunale që une faktikisht bëj shpifje të publikut në komunën e Dragashit. Në seancën e fundit, në bazë të propozimit Munir Jonuzit, ku është kërkuar futja e një nenit posaçëm se përket statutit të ÇKMF-s në kuadër të pozicionit zëvendës drejtor të ÇKMF-s.
në atë moment jeni të gjithë të vetëdijshëm për arrogancën e kryesuesës së kuvendit duke mos ia dhënë mundësitë Munir Jonuzit dhe në bazë të revoltit të një sjellje të tillë të kryesuesës neve si parti politike dhe në pranit të JGP-s neve në mënyrë protestuese e lëshuam seancën. Pas asaj juve keni thonë që Sejt Dillari po bën manipulime me injizime të ndryshme dhe me montime të ndryshme në webfaqen komunale. Sa i përket montazhës dhe manipulimit të pamjeve grafike, unë nuk dua të flas vetëm përkujtohuni të fotografisë që ma keni instaluar në trupin tim disa efekte jo të mira. Sa i përket manipulimeve grafike nuk mundet askush me mu garu me juve. Jemi dëshmitar të manipulime të ndryshme në këtë kuvend. Publiku është i vetëdijshëm plotësisht kush çka bër. Në seancën e fundit, zotri Kurt, mua nuk e pata qartë pse kolege e juaj ka nejtë në sallë dhe nuk e ka lëshuar seancën. Ajo është qartësuar pas asaj duke pas parasysh që me vendimin e kryetarit të komunës bija e kolegës juaj është emëruar si zavence e drejtorit të QKMF-s, kështu që u desht ajo me paguar me prezencën e saj në kuvend. Më vjen keq që duhet ju përmendi emrin duke pas parasysh që ju personalisht e mbështetët propozimin e Munirit, po ashtu siç duhet të veproj edhe një deputet me nder. Të nderuar qytetarë, duhet të dini që në këtë kuvend që ekziston tregtia të shumë llojshme, kështu që do të thotë do një koleg prej kolegëve për hir të një vend të punës, për sigurimin e vajzës apo bijes së vet është i gatshëm për të tradhtu interesat të përgjithshme. Kështu që do të thotë zonja kryesuese dhe ju kryetari komunës keni për detyrë mi kërkua falje publikut të komunitetit Goran, jo për me reprezentua mua si një në seancave në zgjedhjeve të fundit popullata ju kallëzoi praktikisht ku e keni vendin dhe në zgjedhjet të ardhshme do të ju dërgon në opozitë, duke pas parasysh që juve dhe administrata e juaj janë shumë të dëmshëm për komunitetin Goran. Kështu që jam shumë i bindur që qytetarët e mi do të ju tregojnë ku e keni vendin, duke pas parasysh që qytetarët në Gore dhe në Opoj faktikisht janë tani të vetëdijshëm dhe e kanë kuptuar mirë situatën duke ju çuar juve në vendin e tretë. Në vend që të kërkoni falje për sjelljet e juaja jote dhe mënyra e reagimit të juaj si vizuale dhe ashtu fizike, faktikisht juve po bëni manipulime të ndryshme me popullatën tonë, duke pas parasysh edhe manipulime ndaj meje, duke më akuzuar që jam unë personi i cili dëshiron të bën destabilizimin e kontakteve ndëretnike apo marrëdhënieve ndëretnike. Neve nuk jemi këtu për destabilizim të marrëdhënieve ndëretnike. Neve faktikisht nuk ju kërkojmë asgjë që nuk na takon. Dallimi është këtu që juve po doni me prezantua vetveten si njeri i cili me shumë dëshirë jep komunitetit diçka, e neve si përfaqësues të popullit kërkuam që të jetë ajo të futur në statut dhe të
me marrë atë vend si vend i duhur në kuadër të statutit. Faktikisht juve me këtë e kallëzut që normat e juaja janë gabuara dhe keni treguar që nuk e meritoni votën e qytetarëve të Gorës. Kështu që më thonë kemi 7-8 muaj deri të zgjedhjet të lokale dhe i bëjthirje komunitetit goran që ta mendojnë mirë ata që janë sot në qeveri që mos të vinë mo në qeveri lokale. Faleminderit. Dush me marrë fjallën, jetë mira e dini. Përshëndetje për gjithë. Pari falenderoj shqiptarët e Sharët e Dragashit që për këtë proces zgjedhor kanë treguar një pjekuri lartë e kanë bërë një proces fair e demokratik zgjedhor. I falenderoj posaçërisht për mbështetjen e madhe që ata lëvizjes së vendosje e nëndzorën fituesin e zgjedhjeve. Unë vjen keq që kjo seancë mbahet një ditë mas një fushate një mujore zgjedhore. Po kjo tregon për frikën që e ka pushteti për më përballë me shqiptarët, për më përballë me të vërtetat në kuvend, po to se ndryshon rezultatet. Shqiptari ja tregon vendin, dhe shqiptari ju tregon se ju jeni veç propozit, dhe ju ka rëndit tretit. Edhe për kundër shantazheve, edhe për kundër krejt arsenalit komunal që e keni pas dispozicion, edhe për kundër krejt financave të dëvodhve, shqiptari ju ka rëndit tretit. Shqiptari Dragashit as nuk shitet, as nuk shitet. Shqiptari Dragashit vendos vetë, nuk bën shantazhohet, as nuk bën provohet më ble shqiptari Dragashit. Unë kisha pas shirë që devot më ardhë me investu këtu me botën një fabrikë, jo më ardhë me investu në bleret votave. Ka janë të rezultat dhe më thani mas punës zhujë për 4 vjetë. Edhe për shëndotë shqiptari ja ka tregu vendin, edhe ju ka rëndit tretit. Kështu që për shqiptarin duhet punë, shqiptarët duhet lihen vendosin vetë, këtë do të votojnë edhe këtë do të zgjidhe, dhe jo t'i përdorin gjitha të mënyra që keni përdorë. Merrni shembull se si bëhet një fushat zgjedhore fair, pastër, edhe pa asnjë shantazh, pa asnjë kërcënim, pa kur gjë tjetër, domethënë që keni pasur në dispozicion. Kështu që unë i falenderoj edhe një shtetar për krejt këtë proces zgjedhor fair demokratik që kanë treguar, dhe i falenderoj që s'janë bo pjesë e këtyre shantazheve që këta i kanë bërë një bo. Që falenderit publikisht shqiptarëve Dragashit. Falenderit gjithë. Falenderit zotri Jetmir, a do fjallën me marë. Atëherë zotri Dragashi e ka fjallën, përgatitet me Met Spahiu, pas ka një gjatë selaj. Atëherë ju përshëndes të pranishëm, përshëndetje kryesues, sekretar, kryetashton dhe ju kolegët e tjerë. Kolega më parë foli lidhur me procesin zgjedhor, edhe unë përshëndes nga këtu se ishte një proces zgjedhor shumë demokratik që ndodhte atë kryesor dhe faktor ndërkombëtar. Por ajo që ju dedikuat qeverisës komunale paksa duhet bëjmë një vlerësim adekuat, nga se qeverisja aktuale e Zotit Gjiladini, 3 vjeçare, ka dëshmuar si një qeverisje mirë, qoftë nga vlerësimet nga qendra Prishtinës, por qoftë edhe nga performansa e punës që ka treguar. Ka marrë një grand qeveritar, do të për 3 vite radhëzi, ka marrë grand qeveritar për qeverisjet e mirë që investimet kapitale dhe lidhur me transparencën qytetare ka treguar sukseset e mirë. Që janë zgjedhje nacionale të nivelit qendror, por dallojnë me individ dhe me qeverisje komunale të cilët është vlerësuar si ka hinë në kuadër të Kosovës dhe qyteteve të Kosovës si një kryetar në qeverisje të mirë.
Ashtë qëtorik do të vije, zgjedhjet do të mbahen, atëherë do të shifni rezultatet se si do të varojnë. Tjetër çka desha të foli lidhur me pikën eventuale, kryetar, kam një shqetësim të cilët nga rruga Zhurë Rëstelis, regionale Zhurë Gardash, në vitin e kaluar si shpejt jam vendosur tabelat e komunikacionit, rrugonë të cilët ato tabela, ajo kompanije cilë ka qenë, dhe i ka vendosur. A i ka vendosur mirë, apo për shkak të rreshje atmosferike që ka pasur dhjetori dhe janari, kam parë gjatë rrugës se kemi përmbysje bukur shumë të shenjave komunikacionit. Ato shenja janë jetra njerëzsh. Tashti po kërkoj që juve si ekzekutiv, juve si kryetar, kompania e cila i ka vendosur, ndoshta dhe ka pasur shime që nuk i ka vendosur mirë, dhe është numër i konsiderueshëm i këtyre tabelave të cilet vërtet është shqetësuese për qytetarin sepse me to orientohen dhe të merren masa sa më shpejt të bëhen rregullimi i tyre, riparimi i tyre dhe shpejtojmë jetën. Ka çfarë, faleminderit. Faleminderit Fiagro. Fjalën e kam me Spaliu. Shëndetje kryetar, shëndetje kryesuese, të nderuar këshilltare dhe këshilltare. Sot nuk e kam patur ndërmend të marr fjalën, nga se u thanë shumë gjëra, por ajo që më nxiti më tepër është sulmet që i bën kryetarit në këtë mbledhje, edhe në disa mbledhje të mëdha. Kryetari bën një interkomunikim me ju, me të regullin e zhvillimit të kollarit fillimisht, sa i po thirrot në emër të popullit. Ai nuk duhet harroje që ti e ju, edhe unë bashkë me ju nga vitin 91, nga në vitin 91, nga stërgjyshët e ty kemi qenë të larguar nga puna. Për 10 vite kemi qenë nuk të puna. Përkundër asaj, ju dhe 14 vite më pas, kemi qenë pa puna. Kemi gjetur forcë, i kemi të kaluar të gjitha këto padrejtësi që në bërë në kurrës tëme, dhe jemi ndër kryetare që më tepërmi jemi përkushtuar për këtë komunë, këtë dim shumë mirë të gjithë qytetarët tonë, aq më tepër qytetarët e Gorës, në emër të cilëve thirrot në zhvillimin celular, i cili ka vetëm 200 vota, në emër të atyre qytetarëve. Gjëra dhe here, nuk duhet lejohet që ai të flet në emër të popullit të Gorës, se ai nuk përfaqëson popullin e Gorës. Njëkohësisht edhe zëvendës kryesuesi ka bërë disa veprime jo të pëlqyeshme në adresë të kryesuesit, për çka duhet të kërkoj falje. Edhe unë kërkoj që këta delegatë që përfaqësojnë komunitetin Pakicë, po edhe këta tjerë, të cilët kam edhe disa fjalë, duhet shpaku të jenë një nivel të kulturës që i kanë popullit të cilët e ta përfaqësojnë. Ju të nderuar delegatë të VVE-it, po ju them se nëse ndonjë qytetar ka pasur drejt votoj për VVE, qytetarët e komunës së Dragashit kanë pas më pak drejt për të votuar. Nga se shumë më tepër ka pas drejt edhe kanë të drejt të votojnë qytetarët e Pakishës edhe Zapotit, tek të cilët ka investuar 2.700.000 euro, ndërkaq për qytetarët e komunës së Dragashit nuk i ka parë të arsyeshme as të kompenzojë dëmet të shkaktuara nga dëshimet e ndodhura vitin e kaluar. Njën të që ju përfaqësoni një parti që thyrë me një qenit të pare,
për ju dashimi edhe në tetor, kush është Lidhja Demokratike, shumë shpejt keni me pra, edhe keni më bind që Lidhja Demokratike është parti që ka 35 vite përvoj, ju jeni adoleshant në krahasim me ata që po pasionojnë në demokratikë. Prandaj tjera herë, ju lutem, keni shumë të kujdesshëm, kryetar, mos bëni shprehje e këtyre shprehjeve, nga se ju keni identitetin tuaj, keni përkarjen e popullatës, si në trajën e gorës, ashtu edhe në trajën e porës. Ju faleminderit. Faleminderit zotëri Spahiu. Atëherë pasi ja përmendi emrin e ka fjalën zotëri Sedilar. E ka kërkuar ti. Që, urno, doktor. Që. Sedilar këtu folione, ty ta dhash fjalën për t'i lënë radhati. Moralës me mash arjet, se më përmend emrin përpara agron mu, ose s'pe mash me që përmend. Veç pak, a kërkove fjalën ti para agronit. Replikon s'e pash dorën që ngritet, luton jetë mirë. Mas fjalimit agronit nuk e ke ngrit dorën. Po se ke ngrit dorën që duhesh me marr fjalën, për çfarë arsye, jo për diçka tjetër. Ndëgjota Qamile, çdo replikë që përmendet mas folësit, duhet me replikuar që ati që ju përmend emri. Ju kisha lutë që puna kuvendit shkojnë mirë, ative që ju përmend emri, edhe që dojnë me folë mundon. Unë ndoshta se kum pa, por jam e shumë e sigur që doktoret Miri nuk e griti dorën mas fjalimit të agronit. Kështu që vazhdon Sedilar. Ako je zatraži može dobiti, sada nastavljamo sa govornikom. A jeni të gatshëm për punë? Ju falenderit zotëri Spahiu, unë këtu prezentoj i përfaqësoj qytetarëve në mënyrë demokratike sa ka vota, me vota të nevojshme për me sigurua një vend aty në salë. Edhe ata votues janë popull. Populli im është edhe ai që nuk më ka dhënë votat. Popullin nuk mund të ndajmë në baza politike, por në baza etnike dhe nacionale. Votues të mi nuk kanë qenë 200, ka pas edhe ma shumë se 200. Unë e di që juve po doni me ma zvogluë numrin, po pa marrësysh sa janë kon vota të vlefshme, luan të vlefshëm, të cilët kanë qenë të gatshëm për me mbet me bark të thatë, por me madhon votën. E di që do të thotë ka pas dhe në prag jemi të zgjedhjeve lokale, presim edhe të shohim kush si ka me kalu, popullata është e vetëdijshme, ata janë të vetëdijshëm kush prezanton. Unë jam i gatshëm edhe për mos me votua asnjë vot në zgjedhjet të ardhshme. Unë nuk jam hiç i rëndësishëm, po rëndësishmja është që të respektohet vullneti i qytetarëve, dhe ato 250 votues nuk i kam shitur këtu në këtë kuvend, edhe pse ka pas oferta të ndryshme. Unë flas për shitjen e votuesve. Unë nuk e di pse juve ju ka prek kaq ky fakt.
duke pas parasysh që në seancën e fundit është ndodhur shitja e besimit të votuesve, duke pas parasysh emërimit të zëvendësdrejtorit të bijës e deputetes e cila e ka shitur vendin e vet. Unë pajtohem plotësisht me juve duke pas parasysh që neve në seancën e fundit neve kemi kërkuar diçka që na takon e jo që diçka me na dhon apo me na fal dikush diçka. Tani kemi situatën ku kryetari i komunës vendosën a do t'ja jep komunitetit një pozitë që i takon apo jo. Neve kemi desht që ajo të futët brenda statutit që me na taku o si pas statutit qaj pozicioni. Këtu ka fillue qaj konflikti dhe aty ka ndollur tradhtia, duke pas parasysh që delegate faktikisht ka pas me nejt në salë vetëm për emrimin e bijës së saj për drejtorit që ka më fës. Këtu është e qartë kush e bën këto tradhtit demagogike, si mund të bëhet zëvendësdrejtorit të që ka më fës një person i cili 25 dit ka provojt punës, çka do të ndodhë me ato studentët e mjekësisë familjare që studiojnë. Nuk e di pse nuk keni durim 10 sekunda me përfundu, përgjigjni çka do të bëjnë ato student të cilët janë të përfunduar shkollat dhe janë të shkëlqyeshëm dhe nuk kanë asnjë antar të familjes në kuvend apo në politik për me i deportuar në pozicion dhe të merren me profesion për të cilën janë edukuar. Faleminderit e zotërisë Edilar. Pasi që zotëri Spahiuk nuk përmendi emna të vetëvendosja, emër për emër, e lusë shefin e vetëvendosjes që ta marrë fjallën. Ose mirë nuk vesh njani veç keni me folë, se nuk, po. Duje dhe ato të mija të mërë. Dhe përshëndetje edhe njerë. Zotër Spahiuk, unë nuk mundë me pas asë moshën, asë përvojnë të andën politikë. Për arsye që jam i ri, edhe se kam moshën, edhe s'ko mund edhe me pas moshën, respekt për moshën, respekt për kontributin që e keni dhënë. Po këta adoleshent, janë këta që ju kanë mbru juve në pushtet, qeverisjen komunale, e ke dini shumë mirë punën e koalicionit që keni pas me ne, edhe kush ju ka pru në pushtet juve pas sa viteve, edhe ju jeni ata që jepni këtu shpinën edhe keni tratu këtë koalicion, edhe ju jeni ata që i thonë qytetarit Dragashit, keni pak drejt me votu lëvizjen vetëvendosje. Nuk e përcakton ti, nuk e përcakton ti ka në voton për qytetarit Dragashit. Po më vjen keq, po nuk e përcakton ti ka në zgjedh qytetarit Dragashit. Mendimi yt është, po ti s'u e përcakton, ti nuk e përcakton ka në voton, po apo do me të kallëzu që ka për Dragash. Që po filloj. Rruga, Zhur, Brot, Dragash, Brot është komplet financim i qeverisë. Kush e ka financuar? Kush e ka financuar rrugë? Kush i ka financuar rrugët e vjeshtës që ka ndërtuar kryetari? Kush e ka financuar rrugën Kapra Renc? Kush i ka financuar? Ku janë ato parë? Ku janë ato parë? Kush i ka dhënë ato parë? Nuk ka dhe një qeveri që ka po ma shumë për Dragashën se qeveri se Alevizës vetëvendosje. Nuk ka. Edhe ka me vazhdu me pas të mira për Dragashën se prapë ka më konë qeveri kryeminist Drabi Kurti. Edhe qytetarët e Dragashit ka me po hajrin prapë, edhe qytetarët e Dragashit ka me pas edhe shumë ma shumë të mira. Ajo është mendim yt. Ama qytetarët e kanë kallëzu me votë. Qytetarët e kanë kallëzu me votë. Mund vjen keq, ju nuk jeni fair, ju nuk jeni në gjendje me pranu humbjen, po keni humb. Mund vjen keq që keni humb. S'ka një shka e bëjmë. Qytetari ka vendosë, qytetari ju ka qumë vend tret. Prej qeverisës komunale, ku jeni në pozit, ju ka qumë vend tret. Qysh jenë vend parë? Ku jenë vend parë?
Ju kisha lutë që ajt edhe ke kalua Ku je në vend të 2 minutëshin që e ke pas. Qysh je me Me çka? Jetë mirë. Ti fole për zgjedhje komunale, ti fole për zgjedhje nacionale, edhe thaj qytetari Dragashit ka ma pak drejt me televizën vetëvendosje. Ta ka tregu vendin me votë qytetari Dragashit. E ke kalua minutazhin, zotri jetë mirë. Ju kisha Respekt thash për moshën. Për përvojën politike, unë nuk më pas përvojën tonë politike. Se kam moshën me pas përvojën tonë politike. Po, qëta adoleshent, qytetari Dragashit ka vendos me I votue. Edhe me u thonë votën. Kështu që kjo veç duhet më urue, pise cili për juve, së është proces demokratik që ka një proces zgjedhor, nuk ka kur gjë të keqe. Dikush ka me ndalë me në partë, dikush pëjtën e dikush tretin, kështu që duhet më pajtur me fatin. Faleminderit zotri jetë mirë. Zotri Uron nuk të përmentem një, asë dhe 10 sekonda, e lusë zotri në gjatë selaj. Se grupi parlamentar televizës vetëvendosje cilën ky akuzoj edhe e përmendi. Zotri në gjatë selaj e ka fjalla. Më noni që keni më në stop me nga më shqeri gojë. Faleminderit, përshëndetje kryetar, përshëndetje kryesuese, kolegë asamblejist, media dhe të tjerë. Nuk po mdukot mirë që këto zonkat partijake po shprehen tash. Ne jemi në pikën eventuale e cilat duhet diskutohet krejt diçka tjetër. Por pavarësisht ne si të opozitës, si antarët Partisë Demokratike, nuk po them që po shqyqojmë seri me ju se çfarë bëni, por nuk po na vjen mirë. Këtë e kemi treguar edhe në fillim, kur ju keni lidh koalicionin, edhe ne kemi ditë që ky koalicion nuk do të është jetë gjatë, pavarësisht nga ajo ka qenë politika e juaj, të cilët ju keni shfrytzuar. Në tekën fjalët e Uronit në fillim, kur thoi këtë të është qeveri stabile, qeverisë stabile do të investojnë, tash replikon me drejt apo pa të drejtë dinaj. Unë nuk do ndalem të kjo, veç që nuk po vjen mirë para qytetarëve që të na shohin qytetarët të zonkat. Unë do të futem drejt në investimet e cilet i takojnë fshatët se nga vijune, edhe një pyetje do takon për drejtorin e financave. Kryetar, në vitin 2022-2023 për fshatin Zymë nda 25.000 euro. Por vitin 2023-2024 i nda 30.000 euro. Këto bëjnë 55.000 euro. Të investuara në këtë fshat kemi urën 8.000 euro, e cila ka metër gjysëm, dhe kemi një trasim të rrugës me gurë që ka kushtu vlerë 10.000 euro, 18.000 euro. Nga 55.000 euro kemi të investuara 18.000 euro. U zotuat se thanë përmbaruesi ka marrë një pjesë të hollave, por kishëm pas dëshirë që nga ju apo nga drejtori i financave dele të arsyetoje për të para, edhe do të përmendë një fjalë vjetër popullore, thuhet se aty ku është pen një horë që i bashkon bëkute, ku përmbaruesi për i merë parat, ashtë pak të ndara për fshatin Zymë dhe ato mirë në gjitha. Një pyetje e dytë, shkon për drejtorin e financave. Drejtor, për periudhën 2024, a mund t'jesh pak transparent dhe dalësh të nëpërtore të tregosh se nga sasia përgjithshme e kupëzimeve publike, sa keni bon, sa i takojnë atyre private. Se thëm nga kjo, se kemi shumë replika nga populata çdo ku, se thuhet shtrohen 50 metra rrugë publike, e shfrytëzohen 200 metra katror rrugë private. Nëse ju keni ndonjë statistik nga e përgjithshme për vitin 2024, kishte me qenë mirë që për hir transparencës deri këtu të mjaftoni se nga sa kilometër
apo metër kub janë shtruar rrugë publike sa i takon atyre private. Faleminderit. Faleminderit zotëri Selaj. Atëherë, para se me ja dhonë fjallën Uron Halimit që ka lypë si replik, zotëri Uron, une nuk e shkeli rregullorën e punës dhe parës nuk të dash me qëllim se s'tu përmend emri. E tash, del e merre fjallën se tu përmend emri, veç ta dish që unë i përmbam rregullorës. Jo, ti tash po tot se dillari më ja përmend emrin, përmendja emrin se kështu kanë me shkuar. Qështu jeni të golojën, tash veç ta, kamerat i lusë që ti drejtohet, se qëfar loj boni ju të dy. Përmendja se na kemi durim edhe me bakshtu. Ju lutem kamera, media më përcilni non-stop kur t'i këtu në seansë, se qytetarët kanë qef me mpa vazhdimisht mu në kamera dhe në media, kjo është ma shumë se e qartë, e dini ju shumë mirë në ndikimin tim politik në kod komun, indërum, delegat parafolës, ta e që jeni praktikanta që anë thaje adoleshent në politik, e shumë keq është kur adoleshenti të bërë në këtë pozitë dhe ti me nxjerrat mlefin që e ki për brenda, ma keq është që kalzohesh edhe bukë shkeles e na jemi ata që juve ju kemi ullë këtu ku jeni. Po për zotin po, e din qytetarë për që ato të kanë dënu qytetarë se shqiptari s'ta falën të raftin. Që ta adoleshentët, juve ju kanë pru që tu ku jeni, e ju e keq përdorët atë mirësin me njëherë, mas i ullët në ato koltuqet që i kini qefe dhe i kini endru kogja gjatë, mirë po nuk do t'i gëzoni shumë se që fundi po vjenë, kënë mënu që 4 vjetë ju 14, po jo, juve ju kanë shku shumë shpejt. Unë s'fitojnë blaq, unë fitojnë Gomunë edhe në Kosovë, inderu. E ju fitojnë në blaq, që atje se jini fokusu ju në blaq, e na këmajna veç dasmën ja u dhezëm. E kemi rrugën që thaje qytetarët e pakishës, mu vjen mirë një qeveri që i kontribon lidhjes së Kosovës me shtetin anë që e kemi Shqipni. Që tu bashkë ka pas hije me thonë se shqiptar jemi edhe na dhe ata, e shqyqër zotit veç rrugë me shqiptar kom qef me lidhë. Tjetra, investimet, i di shumë mirë që dikur i kini promovuar si investimet juja, rrugën e Rrencit, Plajnikit, e kini promovuar si investimet juja, rrugët e Bjeshkës, rrugën e atje Strezimirës, e mande kini dalë dhe kini kërku falje, kini thonë, valla, bila, jemi bo pishmon, se këto janë investimet qeveris, edhe që ato parët e grantit që vi marrë, është i ndërumë edhe vëdalish po krenohësh këtu, janë parët qeveris, edhe baboston. Po, edhe tondit edhe temi. Po, nëse si janë parë dhe babostem janë shgjaku i babostem që e ka dhonë që ti me gëzo sot këtë liri. Edhe ku mund si ish babën, s'ki nevoj me ma përmend. Ti mund ish me më përmend. E te baba jem, Pluto më rahat. Nëse s'ka dhonë parë dhe baba jem, e ka dhonë jetën për ty që ti sot me përmend. Atëherë, zotri Uron e ke kalua minutajin, ju kisha lut me krye. Del këtu më kalzo që ka ki bo. Faleminderit zotri Uron. Shpejtimi të va. Kryesues e reflekt me ju më keni përmendet. Urani të dalë atje me fol ju thotë, unë me uranin e kam. Po. Me ju e kam reflekt. Po. Ajde 2 minuta. Dhe la kemë pas të kushen. Dhe që ty më Atëherë vazhdo si dilla. A mundeni me qëtësu kuvendin se... Ti vazhdo. Të tomë si dosh, me rës mos dosh. Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem se na... Në e ju e që ma dhatë fjallën për replik e para punës, duhet ju njoftoj që parlamentarizëm ekziston mënyrë të ndryshme të bllokimit të kuvendit. Unë me zotri Uran Halimi Jetmirin mund të komunikoj në çdo mënyrë nga vendi. Juve nuk keni asnjë drejt që ta komentoni sjelljen time në kuvend, si në çfarë mënyrë unë komunikoj me delegatët nga vendi derisa nuk ju pengoj në mënyrë fizike në punën e juaj të si kryesuese. Kështu që ju lutem edhe një
herë për mos komentimin, që ta mos komentoni sjelljen time, puna juaj është që ta drejtoni seancën në mënyrë të drejtë, që të mbani disiplinë, nëse Samidin Xheladini ka drejt të ndërhyrjes, kështu që edhe unë kam drejt të komunikoj me Uranin ashtu siç duhet. Derisa mos ta drejtoni dhe mos ta kontrolloni sjelljen e deputetëve të juaj, nuk mundeni me kontrollu edhe deputet. Derit zoti Sedilar, fjallën e ka lyp Shpejtim Hajredini, se nuk ka marrë, po mas si kryetari po do të diçka me thonë. Aha. Pra, të kërkoj falje zotëri Shpejtim Hajredini, pasi ju përmend emrin zotëri Samidin Xheladini e ka për replik. Ty babën e di shkoti je babë. Ka to da thash unë. Mësën babës tonë të ati që kemi ka baba. Stash babën tonë personalisht. Babën atje që kemi ka baba. Për to tash. Lutom. Më shkon familjare pas personale. Lutom. Për kafale publike. Lutom. Tash më shkon parat e babës tonë. Janë parat e popullit. Ti ke bërtit ati baba, si ke njoft babën tonë dhe ke njoft ato. Ti, me gjithë njerëzve tu, me shpifje me rana, në prej vitit 1989, dhe në 2007 kam ju dhe shtetin. Dhe prape kam ju dhe shtetin, po nuk kam ju dhe me shantajë me rana, me shpifje, me tartina, me shantajë, me shpifje. Ne kam ju dhe që shka hije. Qaj baba ytë, më thojza, që ti po baba. Aj baba ytë, më thojza, basha zotin, që po tonë. Baba ytë ti baba, më sot baba stonë tash. Se ato investime të aktet, baba stonë. Ato e në qeveris, ato e parë poplit, për ato tash. Po, lutëm. Edhe ti je, u që ka me kalzoj, mu më kanë thonë njerëzit që ti je njeri shumë i ullët. Shumë je, unë e kom pas respekt për ty. Po, kur ka qenë puna, po, kanë thonë njerëzit, mos e vinë Uranin se, e kanë pa edhe ti në blashkën, se populata ytës ty s'po të dojke që. Se të njohë. Unë s'njohë me jetë. As vlajef s'ka njohë. I kom thonë, po folin keqë qëtosht. Uranin mëse vek rësus. Qëto më dash më bojë une, mësë për klonë ty. Se kom ti që jeti trathar. Që je trahtue edhe vlajtem, edhe lekrejnë, edhe pushtetin. Ti e ke trahtue. Ti, jo në. Lutëm. E di mirë. Edhe unë pëse kom rritë. Se unë nuk jam pjesë e pushtetit. Nuk jam. As nuk konsultohem, as nuk shillohëm, lutë, që më thëmë, për të reci më thëmë. Se, 1,5 milion komunës e keni marrë ju. Kontratat i ka bon qeveria. Paret e keni marrë komunës. A ka mundësi, zotëri Xheladini, se minutajë ju kryja dhe për ju. Ju kisha lutë në ndërë. Zotë një ndërru që ma përmendë në emnë kjo, nëshmi të se lëra. Lutëm, kjo nëshmi të se lëra. Ti s'ke të me tanë në repliku me më ju kisha lutë. Lutëm, ti me qëllim po ma përmendë në shemrin, që me dalu me tonë hapsin ty me fotu. Të lutëm në shmiti se duar. Të lutëm ti s'ke drejt me ma përmendë mua në liqë. A njeve, do të atërek vrejtën, emnin tem po kur se përmendë. Faleminderit, zotëri. Atëherë fjallën e ka Urani edhe Sedilari për 2 minuta replik. Ka njo, po, ka njo. Falë. Ka njo. Faleminderit, zonja kryesuse, kolegu në fjallë para folësi, vend se me dalë dhe me kërku falje këto, merë edhe më ndronë babën, thotë për një babë tjetër. Kjo është te për e ullët, se unë e di veç një babë që e kom, edhe në dokumentacion, unë veç një babë e kom, një ish ushtar të Ushtrisë Krimtarë të Kosovës, një besnik ndaj shtetit, edhe traftia në familje tonë s'ka egzistuar kurrin nderumi delegat, ti mundish me hullumtue edhe me pyet, edhe me të thonë ata që të kanë thonë se kush jem une, po ata e din kush jem une, të kanë kallëzu shumë moti kush jem une. Sa i përket trafti, nëse unë kum hub në Blaç, ti ke hub në Bresan. Jo shumë e por. I bjerë që qytetarit ka kallëzu edhe ty kush je, e unë ta kum lënë Blaçin për me ti marrë këtë pjesët tjera. E te baba,
Ma mas deni ka baba, vlla. Edhe te qaj baba që ti po thoshte, baba po është për ju, aj. Ajo është baba për ju se ju rregullon E këtë. këtë 3 minutashin, ju kisha lut me ndërprej. Zoti Sedillar, fjallën e tjetër. Dhe këtu. Zahvaljujem se, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi kolega, Nderuam, unë ju mora juve si shembull për sjellje në kuvent që nuk do të kemi standarde të dyfishta. Unë u dije mu sjell në të gjitha situata, fjalimin dhe sjelljen time unë e adaptoj në bazë të diskutantit që kam. Unë ato e thash në mënyrë demonstrative, nëse juve nga pozita keni drejt që të kyçeni, që të komentoni diskusionet tona, kështu që edhe neve kemi drejt të bëjmë në të njëjtën gjë. Ju falënderit. Zotri Sedillar ka kërkuar fjallën edhe nuk i ka marrë asnjëherë zotri Shpëtim Hajvetini. Atëherë, përshëndetje edhe një për gjithë. Me në këtu për qytetarë, për tash në eventuale e pashe debati i devjoj këtë në duar ma shumë politike, që si politike u diskutuan edhe individuale, se sa për atër se sa ndikon të qytetarët. Qëfar jetë e kanë qytetarët dhe sa kanë punue ta zotërit për qytetarët. Dhe po është pak u prek dhe po mundon gjithë në dishme e marrën nga një copë të vockër nga këj projekti magjik. Po këj projekt u njësë për njësh. Ta është pak kam kise ndoshta edhe me të vendosja. Po pak ka rëndësish mo që ka ndikon të mirën e qytetarëve dragashit edhe në momentin e këmëtan shumë në momentin që qytetari ta jep drejtën të i mos heq këtë rast komunën. Ti kip obligim para qytetarëve. Që të me bo matë mirën të mundshme për ta. Por që ato 4 vite që ti e ke marrë ti detyra. Edhe naturisht që ti ke mundu me punu për mirë, nëse s'punon, 4 vite shme shpejt, se shku në 4 vite, edhe qytetari ka mërë ndërshku naturisht. Por besëm i vallaj, nuk mburro mërë me ato që e ke bu për 4 vite se ke obligim. Edhe para zotë të mëdojnë që e ke me dhonë për logari. Keme dhonë logari vallahave na që tu keq ta që tu qipimojmë qëto rogat, kena me dhonë logari edhe mirë. Edhe unë jam i bindët që shumë qare këta dhe këtë minde dhe këtë tjeri, e din që vallaj 550 euro i marin, por na nuk ja din ku i qenë bile qëto pare. Unë po foli për veti, po jam i bindët që dhe ju e din ishte. Se si marim halal as një në pinish, kërkush i që. Na veç bina këtu, ma shumë mundona me lujt, me gjithë kundja, se sa që punem për qytetarët, me për të mirën e tyre. Tjetra, do të lidhëm pak me subvencionimin e fermerëve. I nderuar kryetar, di që keni pas thirrje do të thotë për subvencionimin e fermerëve për vitin 2024 nëse ka lek. Por kam shumë informacione për shumë fermerëve, shumë ankesa, kom do të thotë që kanë bën aplikimin, kanë plotësuar dokumentacionin por parë nuk i kanë marrë. Por disa që të bën do të thotë pagesën, ndërsa një pjesë e mirë e tyre nuk është bën pagesa. Do të bëhet sa më shpejt që të jetë mundur, apo do të zgjat ato me te që ata t'i presin edhe këto shuma që besoj janë shumë, tu të në krahasim me ato e këmë thonë që e kena bënë na, për shumë kërë kemi filluar subvencionimin në vitin 2020, por s'pa këto që i meritojnë, me këta fermerë që kanë aplikuar t'i marrin. I marrin do të thotë këtë muaj, apo muajin mars, apo kur keni planifikuar që gjithë fermerët t'i marrin parët e subvencionimit, parët që atyre ju takon. Tjetra, që deshta të diskutoj, më nderuar ekzekutiv, rregulloren e mbeturinave e kena votuar këtu, ju kena mbështet. Edhe pse ju kam thënë që kjo rregullore nuk është në rregull dhe nuk ka me qenë funksionale. Da kom ditë 100% që nuk funksionon, këtë forë si keni vendos shmime dhe si keni vendos.
me tatimu firma, por jo atër deshat dhe kërkuat se ta mbështesin që është në rregull. Në kam thonë se me metër 4 orë nuk shkon dhe nuk bon. E keni bon me metër 4 orë, merrni qyni si ju kanë ardhur faturat e janarit nga kompania. Nuk kanë të bëjnë fare me atë rregullore që na japin faturë. Vetar, kum dëgjua që, po dhe kum vrej, që i përpik kur vendosi diçka me kryer, merr edhe një herë për detyrë këtë rregullore sjell edhe një kuvent ta ndryshojmë e ta bëjmë për të mirën e bizniseve të qytetarëve. Lej kompaninë çka ka desh me bon me tonë, ndoshta ata s'kan ditë çfarë po bën. Me çka po vendos. Nuk e di ku kanë marrë çfarë po. Po merr ndryshoja e bjerë këtu pe votojmë, pe rregullojmë edhe le të vazhdohet si ka qenë më herët apo një ndryshim i vogël o këndshmi, është i arsyeshëm për shkak të rritjeve që janë bën. Edhe është i kuptueshëm edhe për bizneseve edhe për qytetarëve në përgjithësi, por kjo absolutisht nuk është në rregull dhe nuk ka më funksionu asnjëherë. Kjo ka më mbet vetëm si shënim në atë material, po nuk ka më hyrë praktik asnjëherë dhe ata po thonë me plot kuptimin e fjalës. Faleminderit shpejtim. A do dikush për asamblistave me marrë fjala? Në qoftë se jo, paras me ta dhe në kryetar ty, është përmend shumë herë ekzekutivi edhe ka kërkuar faljen zoti Qamil Kolloni. A doni ju apo zoti Qamili? Okej, pasi nuk është ligja atëherë. Atëherë atëherë para se me filluar kryetari, ju kisha lutur asamblejisë. Në qoftë se kryetari nuk i përmendët emrit asnjë asamblejist, ju lutem mos ta kërkoni të drejtën me dalë foltore. Se në qoftë se vazhdojmë, njëri duhet të gjithë me fol, kështu që para se me marrë kryetari fjalën, ata që s'kan fol, ose ata që s'kan replikue, mundi me marrë. Në qoftë se kryetari ju përmendan emra, atëherë ja u jap të drejta. Në qoftë se nuk ju përmendët emri, kështu që mos të dalë puna jashtë rregullores. Kryetari, fjala për ju. Faleminderit shumë, nderuar kryesuese, nderuar asamblejiste, nderuar media. Nuk e di ajo është edhe përfaqësuesi i OSB-s nëse është. E përshëndes dhe falenderoj për prezencën edhe për sjelljen që vi bën asambleve komunale. S'para se me fillu të përgjigjem pyetjeve të nderuar delegat, pasi kemi këtu mjetet e informimit, edhe di janë zhvilluar në zgjedhjet nacionale, duhet që me cilësinë e kryetarit të komunës dhe në emër të qytetarëve të përshëndes të gjithë qytetarët e komunës së Dagashit, të cilët kanë treguar një kulturë të jashtëzakonshme demokratike gjatë procesit gjatë fushatës elektorale, e cila ka qenë një fushatë jashtëzakonshme dhe ka kaluar pa asnjë aksesi dhe pas një ekses. Gjithashtu duhet falenderoj edhe qytetarët për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje dhe kulturën demokratike të treguar gjatë procesit zgjedhor. Gjithashtu duhet t'ua uroj të gjithë partive të cilët e kanë fituar do zgjedhje, do të janë rezultate preliminare, por unë si kryetar i LDK-s, do thotë këto rezultate preliminare i konsideroj si rezultate të rregullta dhe fituesve LVV-s edhe PDK, të cilët janë dy partitë e para, t'ju uroj dhe dëshiroj suksesën të ardhmen. Por duhet të theksoj diçka. Këto nuk kanë qenë zgjedhje komunale, këto kanë qenë zgjedhje nacionale dhe popullata ka matë performancën e qeverisë komunale, qeverisës 4 vjeçare të qeverisës së partisë në pushtet. Kështu që në bazë të rezultateve preliminare, del se do thotë
ka një rënje të dukshme të performancës e qeverisë, gjatë qeverisës e saj 4 vjeçare, diku mbi 10%. Do thotë, nuk keni ngritje, mos u lavdëroni, nuk keni ngritje, po keni ullje të performancës dhe popullin këtë drejtim, do thotë, nuk ja ka dhënë atë besimin e sikur që ja ka dhënë para 4 viteve. Ndërsa performancën e zgjedhjeve lokale, para ku të mbahen pas 17 muaje, do të tregoj në LDK do të tregoj pas zgjedhjeve që do të bëhen zgjedhjeve lokale. Kështu që ka një dallim shumë të dukshëm mes të mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe nacionale. LDK-ja në këto zgjedhje nacionale ka treguar një performancë shumë më të mirë se para 4 viteve dhe kemi afërsisht një ngritje deri ndoshta shkon deri në 10%. Për Partinë Demokratike nuk kam nevojë të flas, ata mund të flasin vetë. U përmend çështja e mediave këtu dhe pjesëmarrja atyre në përcjelljen e seancave. Ne media, këto media i kemi, tjera nuk kemi. Na këto media duhet i përcjellen në seancat dhe këtyne mediave na duhet i ndihmojmë edhe financiarisht që ata të mund të ekzistojnë. Sa i përket asaj përcjelljes së seancës së fundit apo parafundit ishte, nuk po e di vitit të kaluar, ata cilët dëshirojnë me pa seancën e plot, mund ta shohin, është në radiosharje ka të plot, mund ta merrni dhe ta shiqoni. Ndërsa sa i përket pse nuk ekziston pjesa e dytë e seancës në televizionin në Poja, unë do ta bëj një bisedë me televizionin në Poja dhe në mbledhjen e ardhshme do t'ju informoj pse nuk është ajo, se unë nuk e di për çka nuk ekziston. Për ndriçimin e fshatit Rrance, ju e dini që në fshatin Rrance ky ndriçim me projektin edhe ju e dini që ka përgatitur qeveria e kaluar, në atë projekt e kemi qenë në tender dhe atë projekt e kemi implementuar. Në atë projekt kishte pasur mangësi, tashmë qëllimi apo pa qëllim e din ata, por na ato mangësi i kemi përmirësuar përmes shtimit prej 10% të punimeve shtesë dhe faktikisht i tërë fshati Rrance tani është i ndriçuar plotësisht. Është projekt 2 vjeçar, ende nuk ka përfunduar, edhe pagesa e tërësishme ende nuk u bë, kështu që në ditët në vijim punë kryqësit do të përfundojë gjitha punimet që kanë bërë edhe shtati Rrance i tërësishëm do të jetë i ndriçuar me ndriçim publik. U tha se gjatë zgjedhjeve lokale u tha se janë terrorizuar edhe janë ble vota. Nuk është vërtet. Shtetarët nuk janë terrorizuar gjatë procesit zgjedhjeve, nëse ka dikush në një informacion terrorizuar, janë organet në të paraqesin, ndërsa sa i përket LDK nuk ka ble vota, sepse po të kishte na ble vota, na kishte dalë parat. Kështu që është logjike, kështu që sa i përket disa projekteve në fshatin Bresar, unë edhe u përfolën edhe shumë kubzime, në fshatin Bresar nuk janë bë pagesa e tërësishme e projekteve. Kubzimet në fshatin Bresar janë kubzime projekte 2 vjeçare, edhe nuk është e vërtet. Nuk e di, a nuk po din me lexu ti, a nuk po kupton, apo nuk po i din numrat. Nuk është bë pagesa e investimeve kapitale sa i përket kubzimeve në fshatin Bresar. Sa i përket aty në Brojtëset e Borës, Brojtëset e Borës kanë qenë të vendosura, por sigurisht kanë qenë të kualifikim dobët, dhe bora e madhe që ka ra i ka shku nga vendi, tash i kemi vendos të reja. Shtëpia malore ka qenë projekt 1 vjeçar, ashtu si që ka qenë tender, o përfundue tërësisht për kry pagesa. U përmend statuti i QKMF-s. Po bo shumë polemike për këtë statut, nuk po vjen mirë që zënës kryesuesi nuk është tu, ai ka bën abdit skandale, edhe me kryesuesën, është ja dhe është zakonisht keq, është dashur të kërkoj falje, gjithashtu ai ka bën edhe thirrje për përçarje
mes popullatës shqiptare edhe komunitetit shumicë. Ka bo përqarje edhe bashkëpunim edhe me tjere, për fat mirë, do thot ne jemi një qeveri demokratike dhe nuk i nështohet të thirrjeve edhe përqarjeve. Statutin ju e dini që statutin e ka miratue Asambleja Komunale dhe qeveria ka pru vrejtje që do thot njeni prej neneve cilët na ka miratue nuk është i bazuar në ligj dhe kjo asambleje ka votuar dhe e ka anulluar atë nen. Mirë po, dobia ma madhe e jona ka qenë dhe fitimi ma i madhe joni ka qenë sepse ne kemi arrit që në statutin e që kemi fest ta futin edhe të do që zavens drejtorin, ta kemi edhe një zavens drejtor. Tani në statutin e ri po ekziston pozita e zavens drejtorit e që kemi fest. Edhe tani neve na është kthye ky statut i ligjshëm, pasi asambleja ka miratuar, dhe kur është kthye në statut i ligjshëm, pas 15 ditë kur ka hyrë fuqi, unë kam emëruar zavens drejtoreshën, një grua, një doktoresh e nacionalitetit goran. Unë arsyeja pse e kam emëruar atë është sepse unë duhet të avancoj, të avancoj pozitën e femrës në shoqërinë tonë në komunë. Njëna prej arsyeve ka qenë kjo, dhe arsyeja dytë ka qenë arsyeja ligjore sepse në statutin e komunës tashmë është i regjistruar që KMF-ja duhet të ketë edhe zavens drejtorin apo zavens drejtoreshën. Jam të kota thirrjet e të ashtuquturit asambleist i cili me patë drejt del në foltore edhe flet në emër të goranëve. Ai nuk është përfaqësues i goranëve, ai me 200 vota nuk mundën me qenë përfaqësues i komunitetit goran. Unë si kryetar i komunës që nga viti 1980 që si mjek i njoh në komunitetin goran shumë mirë edhe kam një respekt jashtëzakonisht për ta, dhe unë si qytetar edhe si kryetar i komunës të gjitha komunitetet që jetojnë në komunën Dragashit i trajtojnë një jetë dhe barabart, dhe ata të gjithë janë dhe barabart para ligjit. Sa i përket do të thotë investime në fshatin Zyp, unë i nderuar në gjatë në seancën e ardhshme, duke marrë gjitha shënimet, sa mjetët janë investuar në fshatin Rrens, në fshatin Zyp, nuk janë sakta ato shifrat që i përmendë, ka shumë ma shumë se sa që i përmendet ju, por në saksisht, në mbledhjen e ardhshme, ose në pikën e ndryshme, apo në një pikë tjetër, unë do ta bie në shifrën e saktë e mjeteve që janë investuar në fshatin Zyp për vitit 2000 dhe vitin 2004. 2023-2024, nuk ka problem. Sa i përket subvencionimit të pagesave buqve, do thotë të gjithë buqet i kanë marrë vendimet dhe është bërë lista e subvencionimit dhe posa të lirohen pagesa edhe na shohin mjetet, se këto mjetet nga tyrat dhe tanake që i ka komuna, se enda ato nuk janë shumë, si posa të shohin ato, gjithë atyre cilët nuk janë paguar, do të paguan sigurisht deri ka mujtë tra të paguan të gjithë. Sa i përket rregullorës se mbledhjet e miturinave, unë nuk po dua të bëj politikë me këtë rregullore, kjo rregullore një herë është miratuar, edhe tash nga muji janar ka filluar të zbatohet, nëse gjatë rrugës do të ketë mangësi edhe probleme, pse jo na mund ta bëjmë në asambleje dhe ta shqyrtojmë edhe një herë. Mirë po me sa di unë, do thotë kjo rregullore nuk ka hasë në mirëkuptim të qytetarës, sidomos në ekonomitë familjare, sepse është rritja është bërë vetëm
për 1 euro dhe qytetarët janë të kënaqur me këta. Po megjithatë na jemi të hapur për çdo propozim që vjen edhe nga opozita dhe nga opozita edhe nga shoqëria civile na mujmë ta debatojmë në një mbledhje të tashme të asamblesë. Unë nuk jam kundër kësaj. Faleminderit. Më shumë ndihmuar për më. Ndoshta gjithë ju përgjigja në ato pyetje që i bën, po nëse i kam harruar ti kujt i përgjigjem, ta mund ta bëjmë në mbledhjen e së lashme. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Pasi veç në gjatë cilës ju përmend emri, a kështë tash me marrë fjallën ajo? Po ke marrë përgjigje. Okej, atëherë dua të disa fjallë, po, në gjatë cilën. Driton këndë gjuhë për para në kokës. Zotri Uran, veç një minutë, apo qëtë. Kemi një punë masë si tanë. Me shefin e grupit. Ha? Por, u krye, ajde kalonimi. Të shëndetje dhe njerë, kryetar, derisa nuk e ke shique, ta sa vedin se ke pak durim, falë. Kryetar, derisa nuk e ke shique sa para janë da dhe sa janë investue, nuk ishte e mirë të thuash nuk është e saktë. Nuk ishte e mirë të thuash nuk është e saktë. Derisa nuk e ke vrejt sa para për 2023 e 2024 janë da, edhe derisa nuk e ke vrejt sa janë investue, mu drejtove aje nuk është e saktë. Kjo kështu që kesh pak ma vigilent kur t'ja për shtë përgjegjës se kjo është mëse e saktë, po pavarësisht nga ajo, unë do të kërkoj që seancën tjetër pra, që në 2023, 2024, parat në ndarë për fshatë në zikë edhe të investuar. Faleminderit. 8 njëra i kene në shënim ato. Unë u bazova nga ajo shfare pa shpenzimet të vitin 2024, është 8.000 euro shpenzime për urën në Shëvotek. E keme me shifër, ta gjojmë me shifër. Faleminderit. Faleminderit zoti Nexhat. Atëherë ju kisha ullë, nuk ka replika asnjëherë, po atëherë po vazhdoj vetë, është përmend që në fshatin e Rëndës janë 50 vota dhe ka ramje dhe këja. Para 4 vitën zgjedhjet nacionale, 17 vota i ka pas LDK-ja. Tash i ka 50, ngritje ka LDK-ja, kush ka ramje të t'i këshyre. Mu kërkuë nga unë që të japë të boj një kërkim falje. Unë nuk e kom zakon me boj shumë kërkim falje. Kërkim falje i boj veç ati që e rëndoj vetë, edhe ati i detyroham. Në qovë se dikush i mu më bon presion, edhe unë ja këthejt njëton mëne. Atëherë, ju kisha lutë medjave, edhe gjithë përveç sa ansamblistat që të jesin këtu në salë, mediat dhe tjerit në të nashojnë salën, e kemi një diskutim për punën e kuvendit. Ju kisha hajtë ma ishtë shtit pikë të radhë të parë ditës, ti mu që me ma dhonë për të seancën e orshme. A je që ajo zota që ti eshtë një pikë të radhë? A s'jetë s'ka me vëllë të gërë. Hajtë që unë e seancën e orshme dhe gjithë tonë të më bëjmë të seanca. Nuk më bëjmë kështuna. Unë asë një replikë se më bëjmë. O vja është nuk keqë. Ose të me kryetarën në fund ka e replikë se më bëjmë. Manë për tjera e shumë, mbyllë e seancën, e mbyllë e seancën, e në tjetër mas kryetarën, ka një replikë grëse ka një seancën. Nuk e ka mbyllë seancën, mas kryetarët kryet, asë që që ka një një dorë. Jo, se që të jashme për që në kryetarët. Andrej, luto media dhe gjithë veç asambleja me hajtë këtu, edhe diskutojnë në të kresë.